Ajo mendoi se do të ishte thjesht një tjetër krishtlindje e zbrazët. Derisa milioneri u shfaq me një kërkesë të pamundur. Historia e tij i shpëton në vështrimin që ai përpiqet ta fshehë. Ata më e ftohtë shndërrohet në një premtim drite. Na tregoni këtu se çfarë ju preku më shumë në zemër. Komenti juaj ngroh punën tonë. Dhe abonohuni, fundi është një magji e pastër krishtlindjesh. Nata e krishtlindjes në Tiranë gjithmonë kishte diçka melankolike. Zyrat e kompleksit të biznesit në blok ishin bosh, dritat e qytetit vezullonin përmes xhamave të avulluar nga kondicioneri, dhe Marina Hoxha shtypte raportin e fundit të vitit me gishta që dridheshin jo vetëm nga i ftohti. Në moshën 28 vjeçare, ajo ishte bërë asistentja ekzekutive më efikase e korporatës Kola, por në atë moment, e vetme në katin e 40, ndihej thjesht një shpirt tjetër i humbur në pafundësinë e metropolit Tiranas. Ndërsa organizonte dokumentet mbi tavolinën e patëmet prej xhami, Marina nuk mund të ndalonte kujtimet e vitit të fundit që t'i pushtonin mendimet. Shtëpia e familjes në Theth, ajo pronë shekullore që i përkiste familjes Hoxha prej 3 brezash, ishte në prag të humbjes. Borxhet e akumuluara, mirëmbajtja e shtrenjtë, taksat e prapambetura, gjithçka dukej se konspironte kundër copës së fundit të historisë që familja e saj ende zotëronte. Prindërit e saj, tashmë të moshuar, nuk flisnin hapur për situatën, por Marina shihte dëshpërimin e heshtur në sytë e nënës së saj sa herë që binte telefoni. Ishte gjithmonë një tjetër kërkesë pagese, një tjetër afat i skaduar, një tjetër kërcënim për të humbur atë që donin më shumë në bollë. Qyteti poshtë zjente me përgatitjet e fundit të krishtlindjeve. Familje të tëra vraponin rrugëve të ngarkuara me dhurata, fëmijët tregonin me gisht dekorimet e ndritshme në vitrina, dhe Marina aty, duke vëzhguar gjithçka nga një distancë që dukej e pakapërcyeshme. Nuk kishte dhurata që e prisnin, as darkë familjare që t'i ngrohte zemrën. Kishte vetëm numra në fletëllogaritje, kontrata për të rishikuar dhe ndjesinë e vazhdueshme se ishte gjithmonë duke vrapuar pas diçkaje që kur nuk arrinte ta kapte. Ajo kishte zgjedhur të qëndronte. Ndërsa të gjithë kolegët ishin nisur për në mbledhjet e tyre familjare në qytete të tjera, ajo kishte mbetur në kryeqytet, duke pretenduar se preferonte qetësinë e zyrës së zbrazët për të përfunduar disa projekte. E vërteta, megjithatë, ishte më e dhimbshme. Marina nuk kishte ku të shkonte. Shtëpia në Theth po përgatitej për të shitur, prindërit e saj kishin udhëtuar për në shtëpinë e një tezeje në Gjirokastër, dhe ajo thjesht nuk e duronte dot idenë e të ulurit në tryezën e krishtlindjeve duke pretenduar se gjithçka ishte në rregull, kur e dinte se ajo mund të ishte krishtlindja e fundit e familjes në shtëpinë e tyre. Ashensori privat lëshoi një zhurmë të lehtë dhe Marina ngriti syt, e habitur. Kush mund të ngjitej në atë kat në mes të natës së krishtlindjes? Përgjigjja erdhi në formën e një siluete të njohur që ecte nëpër korridor me hapa të fortë dhe të saktë. Ardian Kola, trashëgimtari i perandorisë së biznesit, njeriu që në moshën 32 vjeçare kishte transformuar një kompani familjare në një nga korporatat më të mëdha të vendit. I gjatë, me flokë të errët gjithmonë të krejur në mënyrë të përsosur dhe sy që dukeshin të aftë të deshifronin çdo enigmë financiare. Ai njihej për ftohtësinë e tij të pamëshirshme në biznes dhe shkëputjen e tij totale emocionale në marrëdhëniet personale. Marina e vëzhgonte prej 2 vitesh që kur kishte filluar të punonte si asistente e tij. Njihte çdo zakon të tij, e dinte kur ishte i irrituar nga mënyra se si trokiste gishtat në tavolinë, i njihte shenjat kur një mbledhje nuk kishte shkuar siç ishte planifikuar. Por në atë moment kishte diçka ndryshe në sytë e tij. Një tension që ajo nuk e kishte parë kur më parë, sikur diçka po e shqetësonte thellësisht. Marina. Zëri i tij bëri jehon në zyrën e zbrazët me një ton që ajo nuk mund ta deshifronte. Nuk prisja t'ju gjeja këtu. Po përfundoja disa raporte, zoti Kola, u përgjigj ajo, duke u përpjekur të fshihte nervozizmin që e shoqëronte gjithmonë kur ishte vetëm me të. Nuk e imagjinoja se edhe ju do të punonit në natën e krishtlindjes. Ardiani ndaloi para tavolinës së saj dhe Marina vuri re se ai mbante një zarf ngjyrë kafe në duar. Gishtat e tij dukej se e shtrëngonin më fort se ç'duhej, sikur ajo letër të përmbante diçka që ai hezitonte ta dorëzonte. Për disa çaste, një heshtje e sikletshme u vendos mes tyre, e thyer vetëm nga zhurma e largët e trafikut poshtë dhe zukatja e lehtë e kondicionerit. Duhet të flas me ju për diçka, tha ai më në fund, duke e vendosur zarfin mbi tavolinë me një kujdes të tepruar. Është një propozim pune. Paksa i pazakond. Marina rudhi vetullat.
Në 2 vite bashkëjetesë profesionale, Ardiani kur nuk kishte hezituar kur fliste për biznes. Ai ishte i drejt për drejt, objektiv, i path të humbiste kohë me dredhira. Ta shite atë në atë mënyrë, pothuajse të pambrojtur, i zgjoi një kureshtje të përzier me shqetësim. Çfarë lloj propozimi? Ardiani eci drejt dritares duke i kthyer shpinën. Marina mund të shite reflektimin e tij në xham dhe për herë të parë vuri re se si supet e tij dukeshin të ngarkuara me një peshë që shkonte përtej biznesit. Kur ai u kthye sërish, sytë e tij kishin një intensitet që e bëri atë të tërhiqej instinktivisht në karrige. Ju e njihni familjen time, tha ai, më shumë si një pohim se sa si një pyetje. E dini si janë mbledhjet, eventet sociale, kërkesat e vazhdueshme. Marina pohoi me kokë. Ajo kishte organizuar 10 angazhime familjare për të gjatë 2 viteve. Njihte çdo antar të klanit Kola, personalitetet e tyre komplekse, pritshmëritë e tyre të larta dhe aftësinë e tyre mbresëlënëse për të transformuar çdo takim social në një fushë betejë të fshehtë. Nëna e Ardianit, Margarita Kola, ishte një matriarke e pamëshirshme që e maste vlerën e njerëzve nga madhësia e llogarisë së tyre bankare dhe rëndësia sociale e lidhjeve të tyre. I ati, Artani, ishte një biznesmen i shkollës së vjetër që besonte se suksesi profesional duhej të shoqërohej gjithmonë me një martesë strategjike. Dhe motra, Flonja, ishte një personazh i shoqërisë së lartë që jetonte për thashethemet dhe intrigat që përshkonin qarqet e elitës tiranase. Ata më kanë bërë presion, vazhdoi Ardiani, zëri i tij i ngarkuar me një irritim që ai rrallë e shfaqte. Prej vitesh. Duan të dinë pse ende nuk jam martuar, pse nuk prezantoj askënd si partnere. Për ta, një burr i moshës sime beqar është një anomali që duhet korrigjuar. Marina dëgjonte në heshtje, duke u përpjekur të kuptonte se ku po çonte kjo bisedë. Jeta personale e Ardianit kishte qenë gjithmonë një mister për të. Ai kur nuk fliste për marrëdhënie, kur nuk merrte telefonata personale në zyrë, kur nuk shfaqte interes për asnjë nga gratë që frekuentonin eventet sociale të kompanisë. Ishte sikur ai të kishte ndërtuar një barierë të pakapërcyeshme midis jetës së tij profesionale dhe çdo mundësie për përfshirje emocionale. Këtë fundjavë, vazhdoi ai, duke u kthyer te tavolina dhe duke mbështetur duart mbi të, është mbledhja e krishtlindjeve e familjes. 3 ditë në fermën në Korçë. 3 ditë pyetjesh, insinuatash dhe presioni psikologjik që unë më në fund të marr përgjegjësitë e mia dhe të gjej një grua të përshtatshme. Marina gëlltiti pështymën. Ajo e kishte organizuar atë udhëtim, kishte rezervuar udhëtimin me helikopter, kishte koordinuar agjendën. E dinte se Ardiani i konsideronte ato takime familjare një torturë të nevojshme, por kur nuk e kishte imagjinuar se situata kishte arritur në këtë pikë tensioni. Më duhet një zgjidhje, tha ai, duke e shtyr zarfin drejt saj. Dhe besoj se ju mund të më ndihmoni. Me gishta që i dridheshin, Marina hapi zarfin. Brenda gjeti një dokument me disa faqe, të shtypur dhe formatuar në mënyrë të përsosur. Titulli në faqen e parë e bëri të hapte syt, kontratë shoqërimi social, terma dhe kushte për përfaqësim të përkohshëm romantik. Ardian, murmuriti ajo, duke shfletuar faqet me mosbesim. Çfarë është kjo? Një propozim pune, u përgjigj ai, zëri i tij duke rimarrë një pjesë të ftohtësisë së tij të zakonshme. Ju do të kalonit fundjavën duke u shtirur si e fejuara ime. Në këmbim do të merrnit një kompensim financiar që besoj do të ishte i mjaftueshëm për të zgjidhur disa probleme personale që e di se po kaloni. Marina ndjeu gjakun të ikte nga fytyra. Si e dinte ai për situatën financiare të familjes së saj? Ajo kur nuk i kishte përmendur problemet lidhur me shtëpinë në theth, kur nuk kishte dhënë shenja se ishte e dëshpëruar përpara. Ose të paktën, mendonte se nuk kishte dhënë. E di për pronën në theth, tha Ardiani, sikur ti kishte lexuar mendimet. E di për borxhet, për mundësinë që ju ta humbisni shtëpinë. Dhe e di se ju jeni mjaftueshëm diskrete për të mos përfituar nga një situatë si kjo. Zbulimi e la për një moment pa fjalë. Marina shfletoi kontratën sërish duke u përpjekur të përpunonte atë që po ndodhte. Faqet përmbanin klauzola të detajuara mbi sjelljen publike, shfaqjet e kontrolluara të afeksionit, protokollet e ndërveprimit social dhe madje edhe një orar të paraqitjeve. Ishte si një skenar për një pjesë teatrale, e ftohtë dhe llogaritëse. Pse unë, arriti të pyeste më në fund. Sepse ju më njihni mua, u përgjigj Ardiani pa hezituar. Një rutinën time, shijet e mia, personalitetin tim.
Do të ishte më e lehtë që inskenimi të dukej bindës. Dhe sepse ai bëri një pauzë, sikur po luftonte për të gjetur fjalët e duhura. Sepse ju besoj. Marina lexoi disa fragmente të kontratës me zë të lartë, mosbesimi duke u rritur me çdo rresht. Shfaqje të kontrolluara afeksioni buzëqeshje të kufizuara në publik shikime me kohë zgjatje më pak se 5 sekonda. Ardian, kjo është surreale. Është e nevojshme, u përgjigj ai ftohtë. Duhet të mbaj gjithçka nën kontroll. Nuk mund të ketë përfshirje emocionale reale, asnjë komplikim. Është thjesht një punë, një inskenim i përkohshëm. Dhe kjo klauzol këtu? Marina tregoi një paragraf në faqen e fundit. Nëse ndonjë ndjenje e vërtet lind mes palëve, kontrata anulohet menjëherë dhe ndarja është përfundimtare, duke përfshirë transferimin e detyrueshëm të kontraktuarës në një filial tjetër. Ardiani pohoi seriozisht. Është klauzola më e rëndësishme e kontratës. Nëse në ndonjë moment ju ose unë zhvillojmë ndjenja reale, gjithçka mbaron. Nuk ka vend për komplikime romantike në jetën time, Marina. Kur nuk ka pasur dhe kur nuk do të ketë. Marina mbylli kontratën dhe e vendosi përsëri në tavolinë, mendja e saj duke u rrotulluar në drejtime kontradiktore. Propozimi ishte absurd, pothuajse fyes në ftohtësinë e tij mekanike. Por shuma e përmendur në kompensimin financiar ishte pikërisht ajo që familja e saj kishte nevojë për të shpëtuar pronën. Ishte sikur Ardiani të kishte llogaritur saktësisht çmimin e dëshpërimit të saj. Nuk mund ta pranoj këtë, tha ajo më në fund, duke e shtyrë zarfin përsëri drejt tij. Është një propozim poshtërues. Ju praktikisht po më blini. Po ofroj një zgjidhje për një problem që të dy kemi, korrigjoi Ardiani, por nuk e mori zarfin përsëri. Ju keni nevojë urgjente përpara, dhe unë kam nevojë për një të fejuar bindëse për 3 ditë. Është një transakcion tregtar, asgjë më shumë. Një transakcion tregtar, përsëriti Marina, hidhësia e dukshme në zërin e saj. Kështu e shihni gjithçka në jetë? Si transaksione tregtare. Ardiani e shikoi për një moment të gjatë dhe Marina pati përshtypjen se pa diçka të lëvizte pas syve të tij të ftohtë. Por përshtypja ishte e shkurtër, e zëvendësuar shpejt nga shpreha e palkundur që ajo e njihte aq mirë. Është e vetmja mënyrë për të parë që garanton se askush nuk lëndohet, tha ai thjesht. Marina u ngrit nga karrigia dhe eci drejt dritares, duke vëzhguar dritat e qytetit që vezullonin si yje toksor. Poshtë, jeta ndiqte rrjedhën e saj normale. Njerëzit bënin blerje të minutës së fundit, çiftet ecnin dorë për dore nëpër rrugët e dekoruara, familjet drejtoheshin për në shtëpitë e tyre të ngarkuara me pritshmëri krishtlindjesh. Dhe aty, në katin e 40, ajo poftoi të merrte pjesë në një farsë që mund të shpëtonte gjithçka që familja e saj vlerësonte më shumë. Nuk më zgjodhet rastësisht, tha ajo pa u kthyer. Më zgjodhet sepse e dini se jam e dëshpëruar. Ju zgjodha sepse jeni kompetente, diskrete dhe sepse besoj se do të ishit në gjendje ta kryenit këtë detyrë me profesionalizëm, u përgjigj Ardiani. Fakti që ju keni nevojë përpara thjesht e bën propozimin reciprokisht të dobishëm. Marina mbylli syt, duke ndjer peshën e vendimit mbi supet e saj. Mendoi për shtëpinë në theth, për sytë e shqetësuar të nënës së saj, për vitet e historisë që do të humbisnin nëse ajo nuk bënte diçka. Mendoi gjithashtu për ftohtësinë e asaj kontrate, për mënyrën llogaritëse se si Ardiani kishte hartuar çdo aspekt të inskenimit, për klauzolën mizore që do t'i ndante përfundimisht nëse ndonjë ndjenjë e vërtet do të shfaqej mes tyre. Nëse pranoj, tha ajo ngadalë, ende me shpinë nga ai, si mund të jem e sigurt se do ta mbani pjesën tuaj të marrëveshjes? Sepse unë i mbaj gjithmonë marrëveshjet e mia, u përgjigj Ardiani pa hezituar. Është ajo që më përcakton si biznesmen dhe si person. Marina u kthye për ta parë sërish. Kishte diçka në mënyrën se si e kishte thënë atë, një bindje absolute që e bëri të besonte pavarësisht të gjitha rezervave të saj. Ajo e njihte Ardian kolën prej 2 vitesh, dhe nëse kishte një gjë për të cilën ishte e sigurt, ishte integriteti i tij profesional. Ai mund të ishte i ftohtë, llogaritës, emocionalisht i largët, por kur nuk kishte thyer një fjalë apo nuk kishte munguar në një angazhim. Do të duhet të largohem nga Tirana sonte, pyeti ajo, duke marrë kontratën sërish. Do të nisemi nesër në mëngjes. Helikopteri do të niset nga një pistë private pranë Rinasit në orën 8. Marina shfletoi dokumentin edhe një herë, duke u ndalur në çdo klauzol, çdo detaj të planifikuar me përpikëri.
Ishte si të lexonte skenarin e jetës së saj për 3 ditët e ardhshme, një ekzistencë e koreografuar me kujdes ku çdo gjest, çdo fjalë, çdo shikim do të matej dhe kontrollohej. Ideja e tmerronte dhe, në të njëjtën kohë, i zgjonte një kurreshtje morbide se si do të ishte të luante këtë rol. A ka diçka për ju që duhet ta di? Pyeti ajo. Diçka që një e fejuar e vërtet do ta dinte dhe që nuk është në dosjet e kompanisë? Ardiani dukej se e mendoi pyetjen për një moment. Do të keni qasje në të gjitha informacionet e nevojshme. Histori që shpjegojnë se si u njohëm, sa kohë kemi bashk, si ishte propozimi për martesë. Gjithçka është e detajuar në aneksin 3 të kontratës. Histori të sajuara, murmuriti Marina. Histori të nevojshme. Heshtja u vendos sërish mes tyre, e rëndë si mjegulla që her pas here mbulonte qytetin në fund të dimrit. Marina shikoi nga dritarja edhe një herë, duke parë reflektimin e saj të përzier me dritat e qytetit. Për një çast, u përpoq të imagjinonte se si do të ishte në anën tjetër të atij xhami, duke qenë pjesë e familjeve që drejtoheshin për në shtëpi, të ngarkuara me dhurata dhe shpresa krishtlindjesh. Jeni i sigurt se nuk ka asnjë mënyrë tjetër? Pyeti ajo, më shumë për vete se sa për të. Nëse do të kishte, mendoni se do të isha këtu duke bërë këtë propozim? Pyetja përmbante një ndershmëri brutale që e habiti. Ardiani ishte aty, në mes të natës së krishtlindjes, duke i ofruar një kontratë të çmendur, sepse edhe ai ishte i dëshpëruar në mënyrën e tij. Presioni i familjes së tij kishte arritur në një pikë ku ai preferoi të arkitektonte një farsë të sofistikuar sesa të përballej me një tjetër fundjavë kërkesash dhe poshtërimesh të fshehta. Marina nënshkroi emrin e saj në fund të kontratës me një stilolaps që i dridhej lehtë në duar. Ndërsa shkruante, ndjeu sikur po nënshkruante shumë më tepër se një marrëveshje tregtare. Po nënshkruante hyrjen në një botë që nuk e njihte, plot me rregulla që ende po i mësonte dhe pritshmëri që mezi i kuptonte. Ardiani mori dokumentin e nënshkruar dhe e futi me kujdes në zarf. Nesër në 7 të mëngjesit, një makinë do të kaloj për t'ju marrë. Shoferi do të ketë udhëzime për t'ju çuar në një butik ku do t'ju sigurohet një garderobë e përshtatshme për fundjavën. Garderobë e përshtatshme? Familja ime ka standarde specifike për pamjen dhe etiketën sociale, shpjegoi Ardiani me një natyrshmëri që e bëri edhe më nervoze. Është e rëndësishme që të paraqiteni në formën e pritur. Marina pohoi me kokë, duke u përpjekur të përpunonte të gjitha implikimet e asaj që sapo kishte pranuar. Në më pak se 24 orë, ajo do të transformohej në një version të vetes që kur nuk e kishte imagjinuar të ekzistonte. Një version që do të vishte rroba të shtrenjta, do të buzëqeshte në masën e dur dhe do të luante rolin e të dashurës së përsosur të një prej burrave më të pasur të vendit. Ardian, tha ajo kur ai po drejtohej tashmë për te ashensori. Pse keni kaq frikë nga familja juaj? Ai ndaloi, por nuk u kthye për t'u përgjigjur. Për një moment të gjatë, mbeti i palvizshëm, sikur po luftonte kundër diçkaje brenda vetes. Nuk është frikë, tha ai më në fund. Është vetëm mbrojtje. Kur ashensori u mbyll dhe Marina mbeti përsëri vetëm në zyrën e zbrazët, ajo ul rënd në karrigen e saj dhe shikoi duart e veta. Në pak orë, jeta e saj kishte marrë një drejtim që kur nuk do ta kishte parashikuar. Ishte gati të nisej në një aventurë që e tmerronte dhe e magjepste në të njëjtën mas, duke u shtirur si e dashura e një njeriu që i konsideronte ndjenjat një dobësi dhe dashurinë një komplikim të panevojshëm. Jashtë, pikat e para të një shiu të imët filluan të mjegullonin dritaret dhe Marina mendoi se sa e përshtatshme ishte që nata më e çuditshme e krishtlindjes në jetën e saj po shënohej nga një mod gri dhe i pasigurt. Ajo sapo kishte pranuar të luante një rol në një shfaqje, fundi i së cilës ishte ende një mister, dhe e vetmja gjë për të cilën ishte e sigurt ishte se asgjë nuk do të ishte siç ishte planifikuar. Fiku kompjuterin, organizoi letrat e fundit mbi tavolinë dhe u drejtua për te ashensori. Nesër, udhëtimi i saj do të fillonte me të vërtetë. Për momentin, gjithçka që mund të bënte ishte të kthehej në shtëpi dhe të përpiqej të imagjinonte se si do të ishte të zgjohej në një botë ku do të shtirej se ishte e dashuruar me Ardian Kolën, njeriun që e kishte transformuar edhe dashurinë në një transaksion tregtar të llogaritur me kujdes. Helikopteri çante qiellin e mëngjesit të Tiranës me zhurmën e butë dhe të vazhdueshme që gjithmonë i kujtonte Marinës premtimet e pambajtura të modernitetit. Poshtë, qyteti zgjohej ngadalë, i mbështjell me mjegullën tipike të fundvjetorit dhe ajo vëzhgonte gjithçka përmes dritares së vogël, duke u përpjekur të injoronte praninë e heshtur të Ardianit pranë saj.
Kishte fjetur keq kur kishte arritur të flinte dhe tani ndjente një përzierje nervozizmi dhe jo reale që e bënte të pyeste veten nëse vërtet e kishte nënshkruar atë kontratë absurde natën e kaluar. Mëngjesi kishte filluar si diçka e dal nga një film. Makina kishte mbërritur saktësisht në orën 7, një Mercedes i zi me shofer me uniformë që e kishte trajtuar me një respekt që ajo nuk e kishte provuar kurrë. Butiku në rrugën Myslim Shyri ishte hapur posaçërisht për të, dhe gjatë 2 orëve një ekip profesionistësh e kishin transformuar në dikë që mezi e njihte në pasqyrë. Fustani prej trikoje italiane në ngjyrë bezh i theksonte lëkurën e saj esmere, xhaketa e bardhë prej liri i jepte një pamje të sofistikuar por të afrueshme, dhe këpucët me tak të ulët ishin elegante pa qenë pompoze. Edhe grimi i saj ishte rimenduar, duke i theksuar sytë e saj ngjyrë kafe dhe duke zbutur tiparet që ajo gjithmonë i kishte konsideruar tepër të zakonshme. Jeni nervoze, tha Ardiani pa i hequr sytë nga dokumentet që po rishikonte. Edhe aty, duke fluturuar drejt një skenimi familjar, ai mbante qëndrimin profesional të patëmerë. Nuk jam nervoze, gënjeu Marina, duke rregulluar rripin e çantës së re për të paktën herën e 10. Thjesht po e përpunoj gjithë këtë. Ardiani më në fund ngriti sytë dhe e vëzhgoi për një moment. Marina u ndje ekspozuar nën atë vështrim analitik, sikur ai po vlerësonte nëse kishte bërë zgjedhjen e duhur duke e punësuar për atë farsë. I mbani mend informacionet e dosjes? Marina pohoi me kokë. Kishte kaluar natën duke mësuar përmendësh çdo detaj të historisë së sajuar që do të shpjegonte marrëdhënien e tyre. Sipas skenarit të përpunuar me përpikëri, ata ishin njohur 8 muaj më parë gjatë një konferencë biznesi në një hotel luksos në Dhërmi. Ai ishte impresionuar nga inteligjenca e saj gjatë një prezantimi mbi menaxhimin e burimeve njerëzore, dhe ajo ishte magjepsur nga vizioni i tij inovator mbi qëndrueshmërinë korporative. Romanca kishte lulëzuar ngadalë përmes darkave diskrete dhe fundjavave në resorte ekskluzive. Propozimi për martesë kishte ndodhur vetëm 3 javë më parë, gjatë një perëndimi dielli në balkonin e apartamentit të tij, me një pamje të privilegjuar të parkut të madh të liçenit artificial. Marina Hoxha, e diplomuar për administrim biznesi në Universitetin e Tiranës, specializim në menaxhimin e njerëzve, recitoi ajo si një studente nervoze. Vajza e Gjon Hoxhës, inxhinier në pension, dhe Marie Hoxhës, mësuese. Me origjinë nga Thethi. Hobi i preferuar, fotografia e peizazheve. Pjata e preferuar, risotto me kërpudha. Muzika e preferuar. Nuk ka nevojë ta recitoni si një manual, e ndërpreu Ardiani, dhe Marina dalloi një fije irritimi në zërin e tij. Duhet të duket e natyrshme, spontane. Familja ime ka një radar të mprehtë për gënjeshtrat. Atëherë ndoshta duhet të kishim zgjedhur të vërteta që tingëllonin më bindëse, u përgjigj Marina para se të arrinte të përmbahej. Ardiani ngriti një vetull dhe për një moment Marina u friksua se kishte shkuar shumë larg. Por, për habin e saj, ai skicoi diçka që pothuajse mund të quhej një buzëqeshje. Touch. Por tani është vonë për ndryshime. Do të duhet të punojmë me atë që kemi. Helikopteri filloi të zbriste dhe Marina pa peizazhin të ndryshonte gradualisht nga ndërtimet urbane në fermat dhe plantacionet që karakterizonin rrethinat e Korçës. Ferma Kola shtrihej deri aty ku arrinte syri, një pronë e pamas që i kishte përkitur familjes për më shumë se një shekull. Shtëpia kryesore ishte një vilë koloniale madhështore, e lyer me të bardhë me detaje blu, e rrethuar nga kopshte të gjera dhe një zonë argëtimi që përfshinte fusha tenisi, stalla dhe madje edhe një pistë uljeje private. Mbresëlënëse, murmuriti Marina kur prekën tokën. Është thjesht një shtëpi, tha Ardiani me indiferencë, por Marina vuri re tensionin që rritej në supet e tij ndërsa i afroheshin vilës. Një punonjes me uniformë u afrua për të marrë bagazhet dhe Ardiani i ofroi krahun Marinës për të zbritur nga helikopteri. Prekja ishte formale, pothuajse mekanike, por ajo ndiu një shkarkesë elektrike t'i përshkonte krahun. Ishte thjesht nervozizëm, i tha vetes. Nervozizëm dhe çuditshmëria e gjithë asaj situate. Familja Kola i priste në verandën kryesore, duke formuar një tablo që dukej e dal nga një revistë dekorimi. Margarita Kola, matriarkja, ishte një grua 60 vjeçare që ruante një bukuri aristokratike të ashpër, me flokë të thinjur të mbledhur në një topuz të patëmet dhe sy blu që dukeshin të aftë të zbulonin edhe defektin më të vogël të karakterit.
Pranë saj, Artani shfaqte qëndrimin e drejtë të dikujt që kishte ndërtuar një perandori biznesi me duart e veta, por sytë e tij tregonin një ftohtësi që Marina imagjinoi se e kishte trashëguar i biri. Flonja Kola, motra e vogël e Ardianit, ishte një grua 28 vjeçare që rezatonte atë lloj sofistikimi që vetëm parat mund ta blinin. E gjatë, e hollë, me flokë bjond të krejur në mënyrë perfekte dhe një fustan që ndoshta kushtonte më shumë se sa fitonte Marina në 3 muaj, ajo vëzhgonte afrimin e çiftit me një buzëqeshje që nuk I arrinte në sy. Pranë saj, një burr zeshkan dhe elegant që Marina e njohu si Arben Deda, trashëgimtar I një familjeje fermerësh dhe I fejuari I Flonjës. Ardian, I dashur. Margarita ju afrua të birit me krah të hapur, por përqafimi që shkëmbyen ishte tepër formal për të qenë vërtet I përzemër. Dhe kjo duhet të jetë Marina për të cilën kemi dëgjuar kaq shumë. Marina ndjeu të gjithë sytë të ktheheshin drejt saj, duke analizuar çdo detaj të pamjes së saj, çdo nuancë të qëndrimit të saj. Ishte si të ishe në një mikroskop të operuar nga shkencëtar të specializuar në zbulimin e papërsosmërive. Zonja Kola, tha Marina, duke I zgjatur dorën me një buzëqeshje që shpresonte se dukej e sinqertë. Është kënaqësi t'ju njoh më në fund personalisht. Kënaqësia është e imja, e dashur. Margarita I mori dorën mes të sajave, por Marina ndjeu se po vlerësoi, peshoi dhe matej. Ardiani na ka treguar kaq pak për ty jemi të etur të njohim më mirë. Artani u afrua me një shtrëngim dore të fortë dhe një buzëqeshje tregtare. Marina, mirë se erdhe në familjen tonë. Ardiani ka bërë një zgjedhje të shkëlqyer. Flonja ishte e fundit që e përshëndeti dhe përqafimi I saj erdhi I shoqëruar me një parfum të shtrenjtë dhe një përshpërim që vetëm Marina mund ta dëgjonte. Shpresoj të jesh më interesante se të tjerat. Të tjerat. Fjala I bëri jehon në mendjen e Marinës ndërsa I shoqëronin për në brendësi të shtëpisë. Cilat të tjera? Ardiani kur nuk kishte përmendur marrëdhënie të mëparshme, dhe kontrata nuk përfshinte informacione mbi ish të dashurat që mund t'i ishin prezantuar familjes. Një tjetër detaj që ajo do të duhej ta lundronte pa harë. Brendësia e vilës ishte edhe më mbresëlënëse se jashtësia. Mobilje të vjetra prej druri fisnik ndanin hapësirën me vepra arti që Marina dyshonte se ishin origjinale dhe çdo dhomë dukej se ishte dekoruar për të figuruar në një revistë arkitekture. Ajo u shoqërua në dhomën që do të ndante me Ardianin, një suite e gjerë me pamje nga kopshtet dhe një krevat dopjo që e bëri të gëlltitej në të thatë. Mos u shqetëso, tha Ardiani kur mbetën vetëm. Unë do të fle në divan. Faleminderit, murmuriti Marina, duke u përpjekur të mos tregonte lehtësimin që ndjente. Kujtohu, vazhdoi ai, duke kontrolluar nëse dera ishte mbyllur mirë, ata do të përpiqen të na testojnë. Të bëjnë pyetje dinake, të krijojnë situata të sikletshme. Kjo është ajo që bëjnë gjithmonë. Çfarë lloj pyetjesh? Për mënyrën se si u njohëm, për planet tona të ardhshme, për intimitetin. Fjala e fundit u shqiptua me një ftohtësi klinike që e bëri Marinën të skuqej. Dhe si duhet të përgjigjemi? Me natyrshmëri. Nëse bëhemi nervoz ose nëse versionet tona nuk përputhen, ata do ta kuptojnë menjëherë. Marina pohoi me kokë, duke u përpjekur të asimilonte presionin në rritje. Nuk mjaftonte vetëm të luante një rol, ajo duhej të binte një familje të tërë njerëzish inteligjent dhe dyshues se ishte vërtet e dashuruar me një burr që I konsideronte ndjenjat një bezdi tregtare. Dreka u shërbye në një sallë ngrënieje formale me një tavolinë prej druri mahagoni që mbante lehtësisht 12 persona. Marina e gjeti veten të ulur mes Ardianit dhe Flonjës, një pozicion që shpejt e kuptoi se ishte planifikuar strategjikisht. Flonja duke e vendosur të nxirrte informacione, duke bërë pyetje në dukje të pafajshme që përmbanin kurthe delikate. Marina, sa interesante që familja jote ka një pronë në theth, tha ajo ndërsa shijonte salmonin e pjekur. Ardiani na tregoi se është një shtëpi e vjetër, plot histori. Marina gati u mbyt me verën. Ardiani kishte përmendur shtëpinë e familjes së saj. Kjo nuk ishte në skenarin që ajo kishte mësuar përmendësh. Po, u përgjigj ajo me kujdes. I përket familjes prej 3 brezash. Sa romantike, vazhdoi Flonja me një buzëqeshje që dukej shumë e ëmbël për të qenë e sinqertë. Imagjinoj se duhet të kaloni shumë fundjava atje. Ardiani gjithmonë ka qenë I apasionuar pas vendeve me histori. Marina I hodhi një vështrim të shpejt Ardianit, duke u përpjekur të deshifronte nëse kjo ishte e vërtet apo thjesht një tjetër kurth I motrës së tij. Shpreha e tij mbeti e padepërtueshme.
Në fakt, ende nuk kemi pasur mundësinë, tha Marina, duke zgjedhur ndershmërinë. Me agjendën e punës së Ardianit, takimet tona kanë qenë më shumë urbane. Ah, sigurisht, ndërhyri Margarita në bisedë. Ardiani gjithmonë ka qenë I fiksuar pas punës. Shpresoj se ti do të arrish të sjellësh pak ekuilibër në jetën e ti. Mami, tha Ardiani me një ton paralajmërues. Çfarë? Është thjesht një vërejtje. Margarita I buzëqeshi Marinës me një ëmbëlsi që nuk e fshihte kritikën themelore. Edhe e dashura jote e fundit ankoi për këtë. Si e kishte emrin, Ardian? Beatrisa? Marina ndjeu stomakun t'i fundosej. Ardiani kishte pasur një lidhje aq serioze sa për t'ia prezantuar familjes? Dhe pse ky informacion thelbësor nuk ishte në dosjen që ajo kishte memorizuar? Të mos flasim për të kaluarën, tha Ardiani me vendosmëri, dora e tij duke gjetur të Marinës mbi tavolinë në një gest që dukej spontan, por që ajo e dinte se ishte I llogaritur. Marina është e ardhmja ime. Deklarata tingëlloi shumë bindëse për të qenë thjesht një skenim, dhe Marina ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt në një mënyrë që nuk kishte të bënte me nervozizmin. Kur Ardiani ndërthuri gishtat e tij, ndjesia ishte aq e natyrshme sa ajo gati harroi se kjo ishte vetëm pjesë e shfaqjes. Sa bukur, komentoi Flonja, por kishte diçka të mprehtë në zërin e saj. Dhe na tregoni, Marina, si reaguan prindërit tuaj ndaj fejesës? Duhet të jenë të entuziazmuar që po martohesh me dikë si Ardiani. Pyetja ishte formuluar në mënyrë që të tingëllonte si një kompliment, por Marina e kuptoi insinuatën, se ajo ishte një gjuetare pasurie që kishte kapur një peshk të madh. Ajo ndjeu zemërimin të vlonte në gjoks dhe duhej të bënte një përpjekje të ndërgjegjshme për të ruajtur qetësinë. Prindërit e mi u gëzuan që më pan të lumtur, u përgjigj ajo me thjeshtësi. Ata e dinë se ajo që ka rëndësi në një marrëdhënie nuk është ajo që ke, por kush je. Një heshtje e pakëndshme u vendos mbi tavolinë. Marina kuptoi se kishte prekur një nerv të ekspozuar, ndoshta sepse përgjigjja e saj binte ndesh me vlerat që qeverisnin atë familje. Artani u kolli. Sigurisht. Por le të pranojmë se edhe përputhshmëria sociale është e rëndësishme. Njerëzit me prejardhje të ngjashme priren të kenë marrëdhënie më të qëndrueshme. Babi, tha Ardiani, zëri I tij mbante një ftohtësi që Marina e njihte mirë nga zyra. Është thjesht realizëm, bir. Nëna jote dhe unë vim nga familje të ngjashme, me vlera të ngjashme. Kjo e lehtësoi bashkimin ton. Marina vëzhgoi dinamikën familjare që shpalosej para syve të saj. Ishte si të shihej një pjesë teatrale ku të gjithë aktorët I njihnin rolet e tyre në mënyrë të përsosur. Artani përfaqësonte patriarkun konservator, Margarita gruan e përkushtuar por llogaritse, Flonja vajzën e llastuar dhe provokuese, dhe Ardiani. Ardiani dukej se po përpiqej dëshpërimisht të fshihej pas një maske indiference. Marina, foli Arben Deda për herë të parë që nga fillimi I drekës, ti punon në kompaninë e Ardianit, apo jo? Duhet të jetë interesante të përziesh jetën profesionale dhe personale. Ishte një pyetje në dukje e pafajshme, por Marina e kuptoi kurthin. Nëse përgjigjej po, do të shihej si një punonjëse që kishte përfituar nga pozicioni I saj. Nëse përgjigjej jo, do të kundërshtonte informacionet që ndoshta tashmë ishin ndarë. Unë punoj si konsulente e pavarur, u përgjigj ajo, duke improvizuar. Ardiani kontrakton shërbimet e mia her pas here, por marrëdhënia jon personale u zhvillua pavarësisht asaj profesionale. Ardiani I shtrëngoi lehtë dorën, një shenjë miratimi që e qetësoi. Sa e përshtatshme, murmuriti Flonja, aq ulët sa prindërit të mos e dëgjonin, por mjaftueshëm lart që Marina të kapte ironinë. Pjesa tjetër e drekës kaloi në një tension të fshehtë, me biseda për biznes, politik dhe thashetheme sociale që Marina përpiqej t'i ndiqte pa treguar se ishte plotësisht e humbur në atë univers. Kur më në fund mundën të tërhiqeshin, ajo ndihej si një ushtar I mbijetuar nga një betejë veçanërisht mizore. Si ja dola, pyeti ajo kur ishin vetëm në kopsht. Më mirë se sa prisja, pranoi Ardiani. Improvizove mirë me historinë e konsulencës. Pse nuk më tregove për Beatrisën? Ardiani ndaloi se ecuri dhe u kthye drejt saj, një muskul që I kontraktohej në nofull. Sepse nuk ishte relevante për marrëveshjen tonë. Nuk ishte relevante? Marina nuk arriti ta fshite mosbesimin. Familja jote sapo më krahasoi me ish të dashurën tënde dhe ti mendon se kjo nuk është relevante? Beatrisa është e kaluara. Por ajo ishte reale.
Ndryshe nga unë. Fjalët dolën më të hidhura se sa Marina kishte ndërmend dhe ajo pa diçka të kalonte në sytë e Ardianit. Për një moment, maska e tij e ftohtësisë u lëkund, duke zbuluar një cenueshmëri që ai shpejt u përpoq ta fshite. Ke të drejtë, tha ai më në fund. Duhet ta kisha përmendur. Beatrisa dhe unë ishim në lidhje për 6 muaj, 2 vite më parë. Ajo donte më shumë se sa isha i gatshëm të jepja dhe përfundoi në mënyrë të komplikuar. Çfarë lloj komplikimi? Ardiani nuk u përgjigj menjëherë, duke ecur drejt stallave. Marina e ndoqi, duke kuptuar se ishin larguar mjaftueshëm nga shtëpia që të mund të flisnin lirshëm. Ajo u dashurua, tha ai thjesht. Unë jo. Thjeshtësia brutale e përgjigjes e la Marinën për një moment pa fjalë. Kishte diçka në mënyrën se si Ardiani I kishte shqiptuar ato pak fjalë që zbulonte më shumë për të sesa faqe të tëra analize psikologjike. Dhe ky është një problem për ty? Që dikush të dashurohet? Është një komplikim I panevojshëm. Ardiani ndaloi para një gardhi dhe mbështeti duart mbi të, duke vëzhguar kuajt që kullosnin qetësisht. Dashuria I bën njerëzit të parashikueshëm, të cenueshëm. I bën të marrin vendime idiote të bazuara në emocione në vend të logjikës. Marina e vëzhgoi në heshtje, duke u përpjekur të kuptonte se si dikush mund të kishte një vizion kaq të ftohtë për diçka që ajo gjithmonë e kishte konsideruar një nga përvojat më të bukura të jetës njerëzore. Kishte diçka thellësisht të trishtuar në atë perspektivë, një vetmi të vetë imponuar që ajo filloi ta njihte jo si forcë, por si frikë të maskuar. Je dashuruar ndonjëherë? Pyeti ajo butësisht. Ardiani u kthye drejt saj dhe Marina pa mbrojtjet e tij të ringrieshin menjëherë. Nuk besoj në dashurinë romantike, tha ai. Besoj në përputhshmëri, respekt të ndërsjellë, partneritet. Dashuria është thjesht një reakcion kimik I përkohshëm që njerëzit e ngatërojnë me diçka transcendentale. Çfarë vizioni I trishtuar për jetën? Është një vizion realist. Marina tundi kokën, duke ndier një përzierje keqardhjeje dhe frustrimi. Dhe çfarë ndodh kur ky reakcion kimik I përkohshëm troket në derën tënde? Kur gjen dikë që të bën zemrën të ra shpejt pa arsye logjike? Kjo nuk do të ndodhë. Siguria në zërin e Ardianit ishte absolute. Dhe edhe sikur të ndodhte, do të isha mjaftueshëm I zgjuar për t'i rezistuar. Ndërsa ktheheshin në shtëpi, Marina nuk mund ta hiqte nga mendja trishtimin që kishte parë në sytë e tij kur foli për dashurinë. Ishte sikur Ardiani të kishte ndërtuar një fortesë kaq efikase rreth zemrës së tij saqë as ai vetë nuk e mbante mend më se çfarë po mbronte atje brenda. Pasditja kaloi në një ritëm të pakëndshëm mirësjelljeje të detyruar dhe vëzhgimi të ndërsjellë. Marina njohu antar të tjerë të familjes së gjerë që kishin mbërritur për darkën e Krishtlindjeve, secili dukej se vlerësonte përshtatshmërinë e saj si një kola e ardhshme me të njëjtin rigorozitet shkencor të një komiteti për zgjedhje. Kur më në fund u tërhoqën në dhomë, Marina ndihej e raskapitur emocionalisht dhe fizikisht. Kishte mbijetuar ditën e parë, por kishte përshtypjen se më e keqja ishte ende për të ardhur. Dhe, ndërsa vëzhgonte Ardianin të organizonte jashtëkët e tij në divan me saktësi ushtarake, nuk mund të mos pyeste veten se çfarë e kishte bërë atë kaq të vendosur për ta mbajtur zemrën të kyçur me 7 dryna. Përgjigjja, dyshonte ajo, ishte e fshehur diku në atë shtëpi plot tradita dhe pritshmëri, duke pritur të zbulohej. Nata mbërriti në fermën kola me peshën e të gjitha tensioneve të pathëna që ishin akumuluar gjatë ditës. Marina ishte shtrirë në krevatin king size, duke dëgjuar zhurmat e largëta të shtëpisë që qetësohej ngadalë, ndërsa Ardiani lëvizte I shqetësuar në divanin në anën tjetër të dhomës. Marrëveshja ishte që ai të flinte atje, por me çdo lëvizje, çdo pëshertim që I shpëtonte në errësirë, ajo bëhej më e vetëdijshme për praninë e tij dhe për çuditshmërinë intime të ndarjes së asaj hapësire. Kishte diçka ndryshe në ajër që nga biseda që kishin pasur te stallat. Maskat që të dy mbanin kishin filluar të tregonin plasaritje dhe Marina e gjente veten duke vëzhguar Ardianin me një kureshtje që shkonte përtej nevojës profesionale për të interpretuar rolin e saj bindshëm. Kishte shtresa në atë burr që ajo sapo kishte filluar të dyshonte se ekzistonin, cenueshmëri të fshehura me kujdes pas një fasade kontrolli absolut. Rreth orës 2 të mëngjesit filluan rënkimet. Fillimisht, Marina mendoi se ishte era që lëkunte dritaret e vjetra të fermës, por shpejt e kuptoi se tingujt vinin nga divani ku flinte Ardiani. Fjalë të pakuptueshme përziheshin me frymëmarrje të rënduar, sikur ai po luftonte kundër diçkaje që ekzistonte vetëm në ëndrat e tij.
Marina hezitoi, e ndar mes impulsit për ta zgjuar dhe ndërgjegjes se nuk kishte të drejtë të pushtonte intimitetin e tij, edhe pse shtirej si e fejuara e tij. Jo, nuk mundesh. Zëri i Ardianit çau errësirën, i ngarkuar me një ankth që ajo kur nuk e kishte dëgjuar në 2 vitet e tyre të bashkëjetesës profesionale. Të lutem, u përpoqa. Marina u ngrit në heshtje dhe ju afrua divanit. Në dritën e zbeth që hynte nga dritaret, mund të shihte fytyrën e Ardianit të kontraktuar nga vuajtja, pika djers i shënonin ballin pavarësisht kondicionerit të ndezur. Duart e tij lëviznin sikur përpiqeshin të kapeshin pas diçkaje që i shpëtonte vazhdimisht. Ardian, përshpëriti ajo, duke i prekur lehtë shpatullën. Ardian, zgjohu. Ai u zgjua me një tronditje të dhunshme, duke u ulur papritur dhe duke parë përreth me çorientim. Kur sytë e tij takuan të Marinës, ajo pa një cenueshmëri të zhveshur që e bëri të dukej vite më i ri, si një djalë i humbur në një makth që refuzonte të mbaronte. Marina? Zëri i tij ishte i ngjirur, i pasigurt. Çfarë, pse je këtu? Po shije një makth, shpjegoi ajo butësisht, duke u ulur në cep të divanit. Dukej shumë intensiv. Ardiani kaloi duart nëpër fytyrë, duke u përpjekur të mblidhte veten, por Marina mund të shihte se ai ishte ende pjesërisht i bllokuar në atë përvojë onirike që e kishte torturuar. Kishte një brishtësi në lëvizjet e tij që binte ndesh në mënyrë drastike me sigurinë e pamëshirshme që ai shfaqte gjatë ditës. Më fal nëse të zgjova, murmuriti ai, duke shmangur vështrimin e saj. Nuk ndodh shpesh. Nuk ndodh shpesh, por ndodh, vërejti Marina, pa bërë shenje për t'u ngritur. Çfarë ishte? Në ëndër, dua të them. Ardiani qëndroi në heshtje për një moment të gjatë dhe Marina mendoi se ai thjesht do të refuzonte të përgjigjej. Por kur ai filloi të fliste, zëri i tij kishte një cilësi të largët, sikur po rrëfente jetën e dikujt tjetër. Isha 8 vjeç. Ishin Krishtlindjet, si tani. Babai im më kishte dhënë një dhuratë, një projekt shtëpie prej druri për ta montuar. Isha kaq i entuziazmuar, punova me të gjithë ditën. Ai ndaloi duke marrë frym thellë. Por kur e mbarova, ishte e shtrembër. E papërsosur. Babai im tha se nëse nuk mund të bëja si duhet as edhe një lodër, si mund të drejtoja një ditë një kompani? Ai e shkatërroi shtëpinë para meje dhe tha se duhej të mësoja se në jetën reale nuk ka vend për papërsosmëri. Marina ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ardian. Në ëndër, vazhdoi ai, ende i humbur në kujtim, unë jam gjithmonë duke u përpjekur ta montoj atë shtëpi përsëri, por sado që përpiqem, kur nuk bëhet si duhet. Dhe ai është gjithmonë aty, duke vëzhguar, duke pritur që unë të dështoj për të më thënë se nuk bëj për asgjë. Pa menduar, Marina i zgjati dorën dhe i preku të tijën. Kontakti ishte elektrik, por këtë herë nuk kishte asgjë të llogaritur apo të inskenuar në të. Ishte thjesht njerëzor, një gjest mirë kuptimi dhe ngushëllimi që buronte nga një vend i thellë në zemrën e saj. Ti nuk ishe një fëmijë i papërsosur, tha ajo me vendosmëri. Ti ishe thjesht një fëmijë. Ardiani shikoi duart e tyre të ndërthurura me një shprehje habie, sikur të mos e kuptonte se si e kishte lejuar të ndodhte kjo afërsi. Por nuk e tërhoqi dorën. Ai nuk e kishte gabim, murmuriti Ardiani. Më duhej të mësoja të isha më i mirë, më i fortë. Kompania e kërkonte këtë nga unë. Kompania? Apo ti e kërkoje këtë nga vetja? Pyetja mbeti pezull në ajër mes tyre, e ngarkuar me një intimitet që asnjëri prej tyre nuk ishte i përgatitur ta përballonte. Marina kuptoi se kishin kaluar një vit të padukshme që ndante inskenimin nga realiteti dhe ndërgjegjësimi për këtë e la njëkohësisht të tmerruar dhe euforike. Duhet të kthehem të fle, tha Ardiani më në fund, por nuk bëri lëvizje për t'u shtrirë përsëri. Duhet, ra dakord Marina, por as ajo nuk u ngrit. Qëndruan aty, ulur në errësirë, duart e tyre ende të ndërthurura, duke ndarë një heshtje që ishte më intime se çdo bisedë. Marina mund të ndjente ngrohtësinë e lëkurës së tij, mund të dëgjonte frymëmarrjen e tij duke u qetësuar gradualisht dhe duhej të luftonte kundër impulsit në rritje për t'i kaluar gishtat nëpër flokët e tij të shpupuritur nga gjumi i shqetësuar. Faleminderit, tha Ardiani butësisht. Që më zgjove. Që je këtu. Asgjë. Kur Marina më në fund u kthye në krevat, gjumi vonoi të vinte. Ajo qëndroi duke vëzhguar tavanin, duke menduar për djalin 8 vjeçar që ishte detyruar të varroste papërsosmërinë e tij në shtresa kontrolli dhe kërkesash.
Filloi të kuptonte se ftohtësia e Ardianit nuk ishte forcë, por një parzmore e ndërtuar gjatë dekadave për të mbrojtur një fëmijë të lënduar që ende ekzistonte brenda tij. Të nesërmen në mëngjes, gjithçka kishte ndryshuar. Nuk kishte deklarata madhështore apo gjeste dramatike, por diçka themelore ishte ndryshuar në dinamikën mes tyre. Ardiani I mbante dorën me më shumë natyrshmëri, vështrimet e tyre zgjateshin për disa sekonda më shumë, dhe kur ai I buzëqeshi asaj gjatë mëngjesit, Marina duhet I kujtonte vetes të merrte frym. Familja Kola e vuri re ndryshimin menjëherë. Dukeni më të lidhur sot, vërejti Margarita me një miratim të kujdesshëm. Ajri I fshatit u bën mirë marrëdhënieve. Flonja ishte më pak e bindur. Është interesante se si disa njerëz ndryshojnë nga një natë në tjetrën, komentoi ajo me një buzëqeshje që nuk e fshihte dyshimin në rritje. Gjatë mëngjesit, Marina njohu gjyshen e Ardianit, zonjën Elena, një zonjë 83 vjeçare që rezatonte një elegancë të përjetshme dhe një mbretësi therse si te. Ajo ishte e vetmja që e priti Marinën pa rezerva, duke e trajtuar me përzemërsi dhe interes të sinqertë. Nipi im më në fund solli dik interesante në shtëpi, tha ajo ndërsa pinin çaj në verandën e pasme. Ka vite që nuk e shoh të buzëqesh me të vërtetë. Ai buzëqesh edhe në zyrë, u përgjigj Marina diplomatikisht. Ato nuk janë buzëqeshje, e dashur. Janë kontraktime muskulore profesionale. Zonja Elena qeshi, një tingull muzikor që kujtonte kambanat në erë. Por sot në mëngjes, kur të shikoj ty gjatë kafes, unë pash djalin që ai ishte dikur, para se të mësonte se nuk mund t'ia lejonte vetes luksin të ishte I cenueshëm. Fjalët e gjyshes I bën njehon në mendjen e Marinës gjatë gjithë ditës, duke u përzier me kujtimet e maktit të Ardianit dhe mënyrën se si ai ja kishte mbajtur dorën në errësirë. Po fillonte të kuptonte se kontrata që kishin nënshkruar ishte shumë më e rrezikshme se sa e kishte imagjinuar. Jo vetëm sepse po rrezikonte të zhvillonte ndjenja reale për një burr që e konsideronte dashurinë një dobësi, por sepse edhe Ardiani dukej se po luftonte kundër diçkaje që po rritej mes tyre. Pasditja solli sfida të reja kur mbërritën të ftuar të tjerë për darkën e Krishtlindjeve. Mes tyre ishte Marcel Krasniqi, një burr 30 vjeçar që Marina e njohu menjëherë, megjithse ai ishte personi I fundit që priste të gjente atje. Marceli kishte punuar për pak kohë në të njëjtën kompani konsulence si ajo disa vite më parë, dhe për disa javë ata kishin flirtuar me mundësinë e diçkaje më serioze. Marrëdhënia nuk u konkretizua kurrë sepse Marina nuk kishte arritur të vendoste me sigurisë që ai përfaqësonte dhe një shqetësimi të papërcaktuar që e bënte të kërkonte diçka më shumë. Marina? Marceli ju afrua në kopsht me një buzëqeshje rrezatuese. Nuk mund ta besoj se je këtu. Flonja më tha se Ardiani ishte fejuar, por nuk përmendi se ishte me ty. Marina ndjeu gjakun t'i ngri. Flonja e kishte ftuar Marcelin duke e ditur saktësisht se kush ishte ai. Ishte një kurth I planifikuar me kujdes dhe Marina pyeti veten nëse motra e Ardianit dyshonte për farsën apo thjesht shfrytëzonte çdo mundësi për të shkaktuar probleme. Marcel, çfarë surprize, u përgjigj ajo, duke u përpjekur ta mbante zërin të ekuilibruar. Si e një familjen Kola. Flonja dhe unë njihemi përmes miqve të përbashkët. Ajo përmendi se do të njihte të fejuarën misterioze të Ardianit dhe më pyeti nëse nuk do të doja të kaloja Krishtlindjet këtu në fermë. Kur tha se ishte një konsulente me emrin Marina Hoxha, ai tundi kokën me mosbesim. Botë e vogël, apo jo? Botë e vogël e orkestruar me kujdes, mendoi Marina, por buzëqeshi dhe pohoi me kokë. Shumë e vogël. Dukesh rrezatuese, vazhdoi Marceli, sytë e tij duke I përshkuar fytyrën me një familjaritet që e bëri të ndihej në siklet. Dashuria të shkon. Ardiani u afrua në atë moment dhe Marina vuri re menjëherë tensionin në qëndrimin e tij. Ai kishte dëshmuar një pjesë të bisedës dhe qartësisht nuk I kishte pëlqyer ajo që kishte parë. Ardian, tha Marina shpejt, ky është Marcel Krasniqi. Kemi punuar bashkë disa vite më parë. Marcel, I fejuari im, Ardian Kola. Shtrëngimi I duarve mes dy burrave ishte I përzemërt në sipërfaqe, por Marina mund të ndjente rrymën e dyshimit që kalonte mes tyre. Ardiani ushtronte praninë e tij imponuese si një mantel mbrojtës, ndërsa Marceli mbante një buzëqeshje të sigurt që sugjeronte se nuk friksohej lehtë. Urime për fejesën, tha Marceli. Marina është një grua shumë e veçantë. Jam I sigurt se e dini sa me fat jeni.
Jam absolutisht I sigurt, u përgjigj Ardiani, dora e tij duke gjetur belin e Marinës në një gjest posesiv që e bëri të dridhej. Gjatë pjesës tjetër të pasdites, Marina e gjeti veten të bllokuar në një lojë tensionesh të kryqëzuara. Marceli duke I vendosur të kujtonte kujtime të përbashkëta dhe momente afërsie të së kaluarës, ndërsa Ardiani bëhej progresivisht më mbrojtës dhe I vëmendshëm. Situata arriti në pikën kritike kur Marceli e ftoi për një shëtitje vetëm në përkopshte. Marina, mund të flas me ty për një minutë? Ka diçka që do të doja të thoja. Ardiani u ngrit menjëherë. Nuk mendoj se është e përshtatshme. Ardian e ndërpreu Marina duke u përpjekur të shmangte një konfrontim të hapur. Gjithçka është në rregull. Janë vetëm disa minuta. Ajo ndoqi Marcelin në një zonë të largët të kopshtit, pranë një liçeni artificial ku notonin qetësisht rosa. Dielli I pasdites krijonte reflekse të arta në ujë, por Marina ishte shumë e tensionuar për të vlerësuar bukurinë e skenës. Marina, filloi Marceli, zëri I tij I ngarkuar me sinqeritet, e di që nuk kam të drejtë ta them këtë, veçanërisht tani që je e fejuar, por duhet të provoj. Unë kur nuk arrita të harroj. Marcel, më lër të mbaroj, të lutem. Ai u afrua dhe Marina mund të shihte vendosmërinë në sytë e tij. E di që vite më parë provuam diçka dhe nuk funksionoi, por unë isha I ri, I papjekur. Tani e di se çfarë dua, e di se ti je gruaja e jetës sime. Nëse më jep një shans, mund të rifillojmë. Mund të jemi të lumtur bashkë. Marina mbeti për një moment pa fjalë. Propozimi I Marcelit përfaqësonte gjithçka që ajo kishte menduar se donte: stabilitet, dashuri të sinqertë, një marrëdhënie të bazuar në përputhshmëri reale në vend të kontratave dhe inskenimeve. Ishte jeta normale me të cilën ajo gjithmonë kishte ëndërruar, e ofruar në momentin më të komplikuar të mundshëm. Nuk mundem, tha ajo më në fund. Jam e fejuar, Marcel. E dua Ardianin. Fjalët dolën para se ajo të mund t'i analizonte, dhe Marina kuptoi me shok se ishin të vërteta. Diku mes kontratës së nënshkruar dhe atij çasti, ajo ishte dashuruar me burrin që kishte kontraktuar shërbimet e saj. Zbulimi e goditi si një rrufe, duke e lënë të trullosur dhe të çorientuar. Je e sigurt, këmbënguli Marceli. Sepse duke ju parë sot, duket më shumë si një marrëveshje interesi se sa një dashuri e madhe. Ka diçka të sforcuar në mënyrën se si ndërveproni. Marina u ndje sikur ai sapo kishte ekspozuar të gjitha sekretet e saj më intime. Gabohesh. Gabohem? Marina, unë të njoh. I njoh gjestet e tua, shprehjet e tua, mënyrën se si vepron kur je vërtet e lumtur. Dhe ka diçka ndryshe tek ti sot. Diçka e ruajtur, e kontrolluar. Para se Marina të mund të përgjigjej, ajo dëgjoi hapa që afroheshin. Ardiani u shfaq në shteg, shprehja e tij e zymt dhe e vendosur. Marina, të mori nëna jote në telefon. Ka një urgjencë familjare. Ishte gënjeshtër, pa dyshim, por Marina ishte mirënjohëse për justifikimin për të mbyllur atë bisedë që ishte bërë tepër e rrezikshme. Ajo u përshëndet shpejt me Marcelin dhe ndoqi Ardianin përsëri në shtëpi, zemra I rrite në mënyrë të çrregullt si nga zbulimi I ndjenjave të saj, ashtu edhe nga mënyra se si Ardiani kishte ardhur për ta shpëtuar. Faleminderit, murmuriti ajo kur ishin jashtë mundësisë së dëgjimit. Për çfarë? Që më dhe një justifikim për t'u larguar prej andej. Biseda po bëhej e komplikuar. Ardiani ndaloi se ecuri dhe u kthye drejt saj, diçka e rrezikshme shkëlqente në sytë e tij. Çfarë të tha ai? Asgjë të rëndësishme. Marina. Zëri I tij kishte një ton komandues që ajo e njihte nga biznesi. Çfarë tha ai? Tha se më do se dëshiron të provojë përsëri. Marina hezitoi, pastaj vendosi të ishte plotësisht e sinqertë. Dhe tha se vëren diçka të sforcuar mes nesh. Se nuk duket si një marrëdhënie e vërtetë. Ardiani qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar informacionin. Kur foli përsëri, zëri I tij ishte I kontrolluar me kujdes. Po ti? Çfarë u përgjigje? I thash se e dua. Fjalët I shpëtuan përsëri para se të mund t'i filtroj, dhe këtë herë Marina kuptoi se nuk po I referohej Marcelit. Ardiani e shikoi intensivisht dhe Marina pa një betejë të heshtur të shpalosej pas syve të tij. Kishte diçka aty që ajo nuk mund ta deshifronte plotësisht, por që e bënte të ndihej sikur po ecte në buzë të një gremine. Marina.
E di që nuk është pjesë e kontratës, nxitoi të thoshte ajo, duke u përpjekur të ulte tensionin në rritje. E di që ishte vetëm një skenim. Por për një moment, dukej e vërtet. Dukej e vërtet, përsëriti Ardiani ngadalë, sikur po testonte peshën e fjalëve. Ata u ndërpren nga mbërritja e Flonjës, e cila u shfaq me një buzëqeshje që nuk arrinte të fshite një kënaqësi dashakeqe. Ja ku jeni. E gjithë familja po ju kërkon. Duhet të diskutojmë përgatitjet për nesër. Ajo shikoi mes tyre me një kureshtje të fshehur keq. Shpresoj ta keni shijuar pasditën. Marceli është një djalë simpatik, apo jo, Marina? Shumë i sjellshëm, u përgjigj Marina diplomatikisht. Ai më rrëfeu se njiheshit më parë. Çfarë koincidence interesante. Marina ndjeu Ardianin të ngurtësohej pranë saj, por ai e mbajti shprehjen neutrale. Bota është e vogël, tha ai thjesht. Veçanërisht në rrethana të caktuara, u përgjigj Flonja me një buzëqeshje që nuk I arrinte në sy. Darka ishte një provë rezistence emocionale. Marceli ishte ulur diagonalisht me Marinën dhe ajo mund të ndjente vështrimin e tij mbi vete gjatë gjithë vaktit. Ardiani, nga ana tjetër, ishte më I vëmendshëm se kurrë, duke parashikuar nevojat e saj, duke I prekur dorën, duke I përshpëritur komente në vesh që I bënin të tjerët të buzëqeshnin me miratim. Për çdo vëzhgues të jashtëm, ata dukeshin si një çift I dashuruar dhe në sintoni. Por Marina mund të ndjente tensionin në rritje. Çdo gjest I dashur I Ardianit duke I tepër I llogaritur, çdo buzëqeshje shumë e përsosur. Ishte sikur, duke kuptuar kërcënimin që Marceli përfaqësonte, ai e kishte intensifikuar inskenimin deri në një pikë ku ishte bërë pothuajse karikaturale. Nata përfundoi me të gjithë që u tërhoqën në dhomat e tyre, dhe Marina u përgatit për atë që priste të ishte një bisedë e vështirë me Ardianin. Por kur mbërritën në dhomë, ai nuk dukej I gatshëm të fliste për atë që kishte ndodhur në kopsht. Ishte një ditë e gjatë, tha ai thjesht, duke filluar të organizonte gjërat e tij për të fjetur në divan. Ardian, a mund të flasim për? Nuk ka asgjë për të folur, Marina. Ti e luajte rolin tënd në mënyrë të përsosur sot. Familja ime është e bindur. Ftohtësia e papritur në zërin e tij e la të çorientuar. Ishte sikur burri I cenueshëm që kishte ndarë makthet e tij natën e kaluar ishte zëvendësuar nga versioni korporativ I pamëshirshëm. Vetëm kaq? Përfaqësim? Ardiani ndaloi atë që po bënte dhe e shikoi. Pikërisht kjo. Mos I harro termat e kontratës son, Marina. Nëse zhvillojmë ndjenja reale, marrëveshja përfundon. Dhe nëse të them se është tepër vonë për këtë? Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Ardiani qëndroi I palvizshëm për disa sekonda, sikur fjalët e Marinës të kishin krijuar një realitet që ai nuk dinte si ta përpunonte. Atëherë do të kishim një problem, tha ai më në fund. Marina u ndje sikur sapo kishte marrë një grusht në stomak. Ajo sapo kishte pranuar se ishte dashuruar me të, dhe përgjigjja e tij ishte se kjo do të ishte një problem. Një problem, përsëriti ajo, zëri I dridhej lehtë. Marina, të paralajmërova që në fillim. Nuk ka vend për komplikime emocionale në jetën time. Ajo që po ndodh mes nesh është. Ai kërkoi fjalët e duhura. Është kimi, afërsi e detyruar. Nuk është reale. Nuk është reale, murmuriti Marina, duke ndjerë diçka të thyej brenda saj. Ajo u shtri në krevat me zemrën cop-cop, duke dëgjuar Ardianin të rehatohej në divan. Distanca fizike mes tyre dukej se ishte shumë fishuar me 1000, dhe Marina kuptoi se kishte bërë gabimin më elementar të mundshëm. Kishte ngatëruar inskenimin me realitetin dhe ishte dashuruar me burrin që kishte kontraktuar shërbimet e saj për të shtirur se e donte. Të nesërmen në mëngjes, Marina u zgjua e vendosur të rimerte profesionalizmin e saj dhe ta përfundonte atë farsë pa dëme të mëtejshme emocionale. Por planet e saj u shkatëruan gjatë mëngjesit, kur Flonja bëri një njoftim që I ngriu gjakun në vena. Njerëz, ka ndodhur diçka e tmerrshme, tha ajo me një shprehje shqetësimi që nuk arrinte ta fshihte plotësisht kënaqësinë. Gjerdani I Smeraldit I gjyshe Elenës është zhdukur nga dhoma e saj. Zonja Elena u ngrit menjëherë. Flonja, je e sigurt? Ndoshta e kam ruajtur diku tjetër. Jo, gjyshe. Kërkova kudo. Dhe dje të pash duke I treguar Gjerdanin Marinës, duke komentuar për historinë e tij familjare. Të gjitha kokat u kthyen nga Marina, e cila ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë.
Ajo mund të shite akuzën që formohej në sytë e çdo antari të familjes Kola, mund të ndjente atmosferën duke ndryshuar nga dyshim në dënim të hapur. Unë nuk kam marrë asnjë Gjerdan, tha ajo, zëri i saj doli më i mbredh se normalisht. Sigurisht që jo, e dashur, tha Margarita me një ëmbëlsi helmuese. Por ndoshta duhet të kërkojmë kudo, vetëm për të qenë të sigurt. Duke filluar nga dhomat e miqve. Marina e dinte se po i ngrihej një kurth, por nuk kishte asnjë mënyrë për të rezistuar pa u dukur fajtore. Ajo shoqëroi grupin në dhomën e saj, ku Artani kreu një kërkim të përpikt dhe poshtërues. Kur ai hapi valixhen e saj dhe nxori Gjerdanin Esmeraldit nga mesi i rrobave të saj, Marina u ndje sikur bota i kishte rënë mbi kokë. E po, tha Artani me një ftohtësi që rivalizonte me atë të birit, duket se e gjetëm përgjigjen tonë. Marina shikoi dëshpërimisht Ardianin, duke shpresuar se ai do të mbronte pafajësinë e saj, se do të njihte kurthin e qartë. Por ai hezitoi. Për vetëm disa sekonda, por hezitoi. Dhe në ato sekonda heshtjeje, Marina pa gjithë besimin që kishte filluar të ndërtonte mes tyre të shkërmoqej. Ardian, pëshpëriti ajo, ti e di që nuk e kam bërë unë. Unë? Ai shikoi mes saj dhe Gjerdanit në dorën e të atit, dhe Marina mund të shihte luftën e brendshme që shpalosej në sytë e tij. Ti çfarë? Zëri i Marinës ishte i ngarkuar me dhimbje dhe zhgënjim. Ti beson se unë i vodha një Gjerdan gjyshes tënde? Nuk është kjo, unë thjesht. Ti hezitove. Marina ndjeu lotët t'i digjinin sytë. Pas gjithçkaje, pas natës së kaluar, ti ende hezitove të më besoje. Marina, më lër të shpjegoj. Por ajo tashmë po largohej, duke marrë çantën e saj dhe duke ecur drejt derës. Poshtërimi ishte i padurueshëm, por më keq se kaq ishte konstatimi se Ardiani vërtet nuk i besonte. Edhe pas gjithçkaje që kishin ndarë, edhe pasi ajo kishte parë cenueshmërinë e tij dhe ai kishte dëshmuar sinqeritetin e saj, ai ende e shihte si një të huaj të aftë për të vjedhur familjen e tij. Ku po shkon, e ndoqi Ardiani nëpër korridor. Po i ki. Kontrata ka përfunduar. Marina, ndalo. E di që nuk e more Gjerdanin. Thjesht më duhej një moment për ta përpunuar. Ajo u kthye drejt tij, lotët i rridhnin lirshëm nëpër fytyrë. Një moment? Ardian, familja jote sapo më akuzoi për vjedhje dhe ty të duhej një moment për të vendosur nëse më besoje apo jo. Kjo më tregon gjithçka që duhet të di. Ti nuk e kupton. Familja ime është e komplikuar, ata bëjnë teste, kurthe. E kuptoj në mënyrë të përsosur, e ndërpreu Marina. E kuptoj se je kaq i mësuar të dyshosh tek të gjithë saqë edhe kur dikush vërtet interesohet për ty, ti nuk arrin ta besosh. E kuptoj se ke kaq frikë të jesh i cenueshëm saqë preferon ti mbash të gjithë larg sesa të rrezikosh të lëndohesh. Ardiani qëndroi në heshtje dhe Marina pa se fjalët e saj e kishin goditur në shenjë. Por ishte tepër vonë. Dëmi ishte bërë. Marina, të lutem, mos ik kështu. Parat mund të transferohen siç është rënë dakord, tha ajo, duke u përpjekur të rifitonte pak dinjitet. Konsideroje marrëveshjen tonë të përfunduar për shkak të thyrjes së besimit. Ajo thiri një taksi nga telefoni i hyrjes dhe priti jashtë shtëpisë, duke refuzuar të shikonte prapa edhe kur dëgjoi zëra të alteruar që vinin nga brenda. Vetëm kur taksia u zhduk në rrugën e pluhurosur, ajo i lejoi lotët të binin lirshëm, duke qarë jo vetëm për poshtërimin e asaj që kishte ndodhur, por për humbjen e diçkaje që kishte filluar të besonte se mund të ishte reale. Ardiani qëndroi i palvizshëm në verandë, duke vëzhguar taksin të largohej, duke u ndjerë sikur një pjesë themelore e vetes po i shkulej. Kur u kthye për të hyrë në shtëpi, gjeti gjyshen e tij që e priste me një shprehje që përziente zhgënjim dhe mirëkuptim. Bëre një gabim të tmerrshëm, nipi im, tha zonja Elena butësisht. E di. Zëri i tij ishte i thyer. E di që bëra. Çështja është, çfarë do të bësh për ta rregulluar? Por Ardiani nuk kishte përgjigje për atë pyetje. Gjithçka që dinte ishte se kishte humbur personin e vetëm që kishte arritur të kalonte mbrojtjet e tij dhe të prekte zemrën që ai kishte kaluar vite duke mësuar ta mbronte. Dhe tani ishte tepër vonë për të zhbërë dëmin e shkaktuar nga frikërat e tij. Tirana e priti Marinën përsëri me ftohtësinë e saj të zakonshme urbane, por ajo mezi e vuri re. 3 ditët që kishte kaluar larg qytetit i dukeshin si një jetë e tërë dhe tani, ulur në apartamentin e saj të vogël në zonën e komunës së Parisit, ndihej si një aktore që sapo kishte dalë nga skena pas një shfaqjeje veçanërisht intensive.
Problemi ishte se nuk arrinte të dallonte ku mbaronte inskenimi dhe ku fillonte realiteti i ndjenjave të saj. Parat ishin transferuar siç ishte premtuar, të depozituara në llogarinë e saj mëngjesin pas episodit të Gjerdanit. Marina ishte habitur nga shpejtësia e transaksionit, por edhe thellësisht e lënduar. Ishte sikur Ardiani donte të mbyllte çdo lidhje mes tyre sa më shpejt të ishte e mundur, duke e reduktuar gjithçka që kishin jetuar në një transaksion të thjesht tregtar të përmbushur. Ajo e kishte përdorur shumën për të shlyer borxhet e shtëpisë në theth, u kishte telefonuar prindërve me lajmin e mirë, por kishte ndjer vetëm një zbrazëti aty ku duhej të kishte lehtësim. Në ditët që pasuan, Marina u përpoq të rifillonte rutinën e saj normale, por zbuloi se asgjë nuk dukej më se përshtatej si duhet. Apartamenti i dukej tepër i vogël, puna si konsulente e pavarur i dukej pa qëllim, dhe e gjente veten vazhdimisht duke kontrolluar lajmet ekonomike në kërkim të përmendjeve për korporatën Kola. Ishte patetike, e dinte, por nuk mund ta shmangte. Më e keqja ishin netët. Flite keq zgjoi në mes të natës duke kërkuar një prani që nuk ishte aty, duke kujtuar maktin e Ardianit dhe mënyrën se si ja kishte mbajtur dorën në errësirë. Kishte diçka thellësisht mizore në faktin se kishte provuar, edhe pse për pak kohë, se si do të ishte të ishe e dashuruar sinqerisht nga dikush, vetëm për të zbuluar se gjithçka nuk kishte qenë veçse një iluzion shumë mirë i ndërtuar. Një javë pas kthimit të saj, Marina po organizonte disa dokumente kur i ra telefoni. Numri ishte i panjohur, por ajo u përgjigj gjithsesi. Marina? Këtu është zonja Elena Kola. Marina gati sa nuk e lëshoi telefonin. Zëri i gjyshes së Ardianit tingëllonte i butë, por kishte një vendosmëri themelore që e la menjëherë në gatishmëri. Zonja Elena, unë nuk e prisja. E imagjinoj. E dashur, a mund të më bëje një nder? Do të doja të flisja personalisht me ty, e di se është pretendim i madh pas gjithçkaje që ka ndodhur, por do të ishte shumë e rëndësishme për mua. Marina hezitoi. Një pjesë e saj donte ta mbyllte menjëherë, të priste çdo lidhje të mbetur me atë familje që e kishte poshtëruar kaq thellë. Por kishte diçka në zërin e të moshuarës që e bëri të konsideronte kërkesën. Për çfarë do të ishte? Për nipin tim. Dhe për disa të vërteta që ti meriton t'i dish. Një orë më vonë, Marina ishte ulur në një kafene elegante në blok, duke vëzhguar zonjën Elena të përzjente me delikatesë çajin e saj. Zonja 83 vjeçare dukej më e vogël larg imponencës së fermës, por sytë e saj ruanin të njëjtën mbretësi therse. Së pari, filloi zonja Elena, do të doja të kërkoja falje për sjelljen e familjes sime. Episodi i Gjerdanit ishte i neveritshëm dhe unë ndjej turp të thellë. Ju e dinit se ishte një kurth? Sigurisht që e dija. Flonja nuk është aq e zgjuar sa mendon, dhe unë njoh çdo pjesë të bishuterive të mia. Gjerdani ishte në dhomën time gjatë gjithë kohës, i fshehur në një sirtar sekret që vetëm unë e di. Zonja Elena pshertiu. Ajo mori një gjerdan të ngjashëm që unë e kisha bërë si kopje vite më parë. Marina ndjeu një përzierje lehtësimi dhe zemërimi. Pse nuk tha të asgjë në atë moment? Sepse doja të shija se si do të reagonte Ardiani. Dhe sepse ndonjëherë njerëzit duhet të përballen me pasojat e frikrave të tyre për t'i kapërcyer më në fund. Ai hezitoi, murmuriti Marina, plaga ende e freskët. Kur më gjetën me Gjerdanin, ai hezitoi të më mbronte. Hezitoi, po. Dhe po e ndëshkon veten për këtë që atëherë. Zonja Elena u përkul përpara. Marina, ti duhet të kuptosh diçka për nipin tim. Kur ishte 8 vjeç, pësoi një zhgënjim që formësoi të gjithë mënyrën se si ai ishte marrëdhënie. Marina kujtoi makthin, shtëpinë prej drurit të shkatëruar nga jati. Nuk ishte vetëm ai episod me lodrën, vazhdoi zonja Elena. Në fakt, ishte më keq. Ardiani ishte dashuruar me vajzën e një guvernanteje që punonte me ne gjatë pushimeve. Ishte një dashuri e pafajshme fëmijërore, e di? Ata luanin bashk, bënin plane të martoheshin kur të rriteshin. Por kur Artani e zbuloi, e pushoi gruan menjëherë nga puna dhe i ndaloi Ardianit të fliste më për të. I tha se njerëz si ne nuk përzihen me njerëz si ata. Marina ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Çfarë mizorie. Ardiani qau për javë të tëra. Nuk e kuptonte pse kishte humbur personin e vetëm që e donte vërtet për atë që ishte, jo për atë që kishte. Artani mendoi se po i jepte një mësim të vlefshëm për dallimet sociale.
Në fakt, po i mësonte të birit se të doje ishte e rrezikshme, se ndjenjat ishin një dobësi që mund të përdorej kundër tij. Dhe ai e mësoi mësimin. E mësoi shumë mirë. Kaloi vite duke ndërtuar mure rreth zemrës, duke e bindur veten se kontrolli ishte më i sigurt se cenueshmëria. Derisa u shfaqe tij. Marina tundi kokën. Unë nuk ndryshova asgjë. Kur erdhi koha të më besonte, ai zgjodhi sigurinë. Zgjodhi për disa sekonda hezitimi. Dhe pastaj kaloi 7 ditët e fundit duke e torturuar veten për këtë. Zonja Elena nxori nga çanta një zarf të vogël. Para se të vazhdoj, duhet ta shohësh këtë. Marina hapi zarfin me gishta që i dridheshin. Brenda ishte një flet letre me shkrimin e parregullt të një fëmije. Ishte një faqe nga ditari i Ardianit në moshën 8 vjeçare. Sot njoha një vajzë shumë të lezetshme. Ajo qeshi me shakat e mia dhe nuk i bëri përshtypje kur derdha akullore në këmish. Babi tha se ajo është ndryshe nga ne, por unë mendoj se kjo nuk ka rëndësi. Kur të rritem, do të martohem me dikë që më do me të vërtet, jo për shkak të parave. Do të ndërtoj një shtëpi ku nuk kam nevojë të jem i përsosur gjatë gjithë kohës. Fjalët u mjegulluan para syve të Marinës. Kishte një pafajësi të dhimbshme në atë premtim fëmijëror, dhe ajo mund të imagjinonte djalin që Ardiani kishte qenë para se të mësonte se dashuria ishte një luks tepër i rrezikshëm për t'ia lejuar vetes. E gjeta këtë mes sendeve që ai la në shtëpi pas martesës suaj të sajuar, shpjegoi zonja Elena. Ardiani më kishte kërkuar të kërkoja disa gjëra nga fëmijëria e tij. Mendoj se biseda jon për të kaluarën e preku më shumë se sa e imagjinoja. Marina ja ktheu letrën duke u ndier njëkohësisht e prekur dhe e hutuar. Pse po ma tregoni këtë? Sepse në 7 ditët e fundit e kam parë nipin tim më të humbur se kur më parë. Ai kthehet në zyrë, punon deri vonë, por është plotësisht i munguar. Dje, gjatë një mbledhjeje të rëndësishme, ai thiri një kliente me emrin tënë. 2 herë. Zemra e Marinës bëri një kërcim të pavullnetshëm. Ai po vuan, Marina. Dhe për herë të parë në jetën e tij si i rritur, po vuan sepse humbi dikë që donte, jo sepse dikush e zhgënjeu. Është një dhimbje krejtësisht e ndryshme. Ai tha se nuk beson në dashuri, murmuriti Marina. Se është thjesht një reakcion kimik i përkohshëm. Zonja Elena qeshi butësisht. E dashur, kur një burr që ka kaluar gjithë jetën duke shmangur ndjenjat dashurohet, rënia është veçanërisht dramatike. Ai mund të mos besoj në dashuri në teori, por po e jeton në praktik. Por unë nuk mund të jem e vetmja që bën hapin e parë. Jo pas mënyrës se si u ndjeva e poshtëruar, e braktisur. Dhe nuk duhet. Por ndoshta duhet t'i japësh një shans të tregoj se ka mësuar nga gabimi. Zonja Elena u ngrit për të ikur, por para se të largohej la një tjetër zarf mbi tavolinë. Kjo erdhi për ty në ferm pasi u largove. Ardiani nuk donte ta hapte, tha se nuk kishte të drejtë. Por unë mendova se ti duhet të vendosje vetë. Kur mbeti vetëm, Marina hapi zarfin e dytë me duar që i dridheshin. Brenda ishte një letër e shkruar me dorë nga Marceli. Marina, shpresoj të mos të bezdis që po të shkruaj. E mora adresën tënde nga Flonja. Pas bisedës son në kopsht, nuk munda të ndaloja së menduari për ty e di që je e fejuar, por gjithashtu e di se çfarë pash në syt e tu kur folëm. Kishte dyshim, hezitim. Nëse ndonjëherë ndryshon mendje për martesën, unë po të pres. Ti meriton dikë që të do pa rezerva, pa kontrata apo kushte. Marceli. Marina e palosi letrën ngadalë. Ishte një propozim i sinqert, i ndershëm, nga një burr që ofronte pikërisht atë lloj dashurie të qëndrueshme dhe pa komplikime që ajo gjithmonë kishte menduar se donte. Por ndërsa e lexonte, gjithçka që arrinte të ndjente ishte një trishtim i butë për thjeshtësinë e asaj që ai ofronte. Pasi kishte provuar intensitetin dërmues të dashuruarit me Ardian Kolën, siguria e parashikueshme i dukej e shpëlar, si ushqim pa erza. Ishte në këtë moment reflektimi që telefoni i saj ra përsëri. Këtë herë ishte një numër që ajo e njihte, zyra e korporatës Kola. Marina? Zëri i Ardianit tingëllonte hezitues, pothuajse i cenueshëm. A do të kishe disa minuta për të folur? Marina mbylli syt, duke ndier një përshpejtim të njohur të zemrës. Për çfarë? Për faktin se kam bërë gabimin më të madh të jetës sime. Dhe për faktin se nuk mund të ndaloj së menduari për ty.
Kishte një ndershmëri të papërpunuar në zërin e tij që e çarmatosi plotësisht. Gjatë 7 ditëve, ajo e kishte imagjinuar këtë moment, kishte provuar mendërisht se çfarë do të thoshte nëse ai do të kontaktonte. Por tani që po ndodhte, zbuloi se të gjitha fjalët e përgatitura me kujdes ishin zhdukur. Ardian. E di që nuk kam të drejtë ta kërkoj këtë, por a mundesh të paktën të më lësh të përpiqem të shpjegoj? Personalisht, Marina shikoi nga dritarja e kafenes, duke parë jetën normale të qytetit të ndiqte rrjedhën e saj. Njerëzit punonin, donin, ëndërronin, vuanin, të gjitha njëkohësisht në atë metropol gjigant. Dhe ja ku ishte ajo, në mes të gjithë kësaj, duke u dashur të vendoste nëse do t'i jepte një shans dashurisë më të pamundur dhe të komplikuar që kishte provuar ndonjëherë. Ku? Në fakt, zëri i Ardianit u bë edhe më hezitues, unë jam pikërisht jashtë kafenes ku je ti. Marina u kthye shpejt dhe e pa përmes vitrinës. Ardian Kola qëndronte në trotuar duke mbajtur telefonin dhe një pemë të vogël krishtlindjesh. Ai kishte veshur xhinse dhe një këmishë të thjeshtë, pa parsmoren e kostumit që vishte gjithmonë, dhe kishte diçka kaq të cenueshme në qëndrimin e tij saqë Marina ndjeu zemrën t'i shkrihej pak. Pema, pyeti ajo, ende në telefon. Është e komplikuar për ta shpjeguar. A mund të hyj? Marina e mbylli telefonin dhe i bëri shenjë të afrohej. Ardiani hyri në kafene duke mbajtur pemën e vogël të stolisur me drita të thjeshta, dhe Marina vuri re se ai sillte gjithashtu një kuti të vogël të mbështjellë. Faleminderit që pranove të më takosh, tha ai, duke e vendosur pemën mbi tavolinë mes tyre. Nuk e dija nëse ti. Ardian, çfarë është gjithë kjo? Ai u ul, duke u dukur papritur shumë i ri dhe i pasigurt. Është një përpjekje patetike për të kërkuar falje. Dhe një përpjekje edhe më patetike për të treguar se më në fund kam kuptuar disa gjëra të rëndësishme. Marina vëzhgoi pemën e vogël, duke vënë re se stolit ishin të thjeshta por të zgjedhura me kujdes. Kishte yje të vegjël të artë, topa të kuq tradicional, dhe në maj, në vend të një ylli apo engjëlli, ishte vizatimi i vogël që ajo i kishte bërë atij gjatë natës së Krishtlindjes në zyrë, një skicë e shpërqendruar e 2 filxhanëve kafeje që ai e kishte ruajtur në vend që ta hidhte. E ke ruajtur vizatimin tim. Kam ruajtur gjithçka, tha Ardiani thjesht. Çdo email që më ke shkruar, çdo shënim që ke lënë në tavolinën time, çdo gest të vogël mirësie që ke pasur me mua në 2 vitet e fundit. I ruajta sepse ishin momentet e vetme të jetës sime që dukeshin reale. Marina ndjeu lotët të fillonin t'i formoheshin në sy. Ardian. Më lër të mbaroj, të lutem. Duhet ta them këtë. Ai mori frymë thellë. Kur u largove nga ferma, gjyshja ime më tregoi disa të vërteta që nuk doja t'i dëgjoja. Për mënyrën se si frika ime për t'u lënduar ishte bërë një mënyrë për të lënduar të tjerët. Për mënyrën se si isha bërë pikërisht ai lloj njeriu që babai im donte të isha, i ftohtë, llogaritës, i paaftë të besoja sinqerisht tek dikush. Dhe Gjerdani? Ishte një kurth i flonjës, pikërisht siç dyshove ti gjyshja ime e dinte që në fillim, por donte të shihte nëse do të isha në gjendje të besoja kur të testohesha. Dhe unë dështova. Zëri i tij u thye lehtë. Marina, unë hezitova jo sepse dyshoja tek ti, por sepse dyshoja tek vetja. Sepse nuk arrija të besoja se dikush si ti mund të interesohej sinqerisht për dikë si unë. Dikush si ti? Dikush që ka kaluar kaq shumë kohë duke ndërtuar mure sa që ka harruar si të lidhet me një person tjetër. Dikush që e ka transformuar çdo marrëdhënie në një transakcion tregtar sepse ishte më e sigurt se sa të rrezikonte të ishte i cenueshëm. Marina vëzhgoi fytyrën e tij duke parë sinqeritetin e zhveshur në sytë e tij. Ishte e njëjta cenueshmëri që kishte parë natën e makthit, por tani plotësisht e ekspozuar, pa mbrojtje. Pse tani? Pyeti ajo. Pse po mi thua këto tani? Ardiani shtyu kutinë e vogël drejt saj. Sepse në 7 ditët e fundit mësova se çfarë do të thotë të jetosh pa ty dhe zbulova se preferoj të jem i cenueshëm dhe i lumtur se sa i sigurt dhe bosh. Marina hapi kutinë me duar që i dridheshin. Brenda, në vend të një unaze të shtrenjtë, ishte një letër e vogël e palosur. Ajo e hapi dhe gjeti një kontratë të shkruar me dorë, por shumë ndryshe nga e para. Kontratë marrëdhënie reale mes Ardian Kolës dhe Marina Hoxhës, lexoi ajo me zë të larë. Klauzola 1, të dëgjoj me zemër çdo ditë. Klauzola 2, të mos ik kur frika të shtrëngon.
Klauzola 3, të dua për atë që je, jo për rolin që luan. Kishte më shumë klauzola, të gjitha të shkruara me një shkrim që dridhej lehtë, sikur Ardiani të kishte luftuar me çdo fjalë. Premtime ndershmërie, hapje emocionale, guximi për të qenë i papërsosur. Dhe nëse nuk arriti përmbush këto klauzola, pyeti ajo, duke u përpjekur ta mbante zërin të ekuilibruar. Atëherë do t'i rinegociojmë termat bashk. Sa herë të jetë e nevojshme. Marina shikoi burrin përballë saj, duke parë jo Ceun e fuqishëm dhe të kontrolluar që kishte njohur në zyrë, por djalin 8 vjeçar që kishte ëndërruar për një shtëpi ku nuk kishte nevojë të ishte i përsosur. Kishte diçka thellësisht prekse në mënyrën se si ai ishte përpjekur të shprehte ndjenja për të cilat kur nuk kishte pasur fjalë, duke përdorur gjuhën e kontratave që kuptonte për të folur për emocionet që sapo kishte filluar t'i zbulonte. Ardian, tha ajo butësisht, ti nuk ke nevojë për një kontratë për të më dashur. Kam nevojë, u përgjigj ai seriozisht. Kam nevojë sepse është e vetmja mënyrë që di për të premtuar diçka të rëndësishme. Është e vetmja mënyrë që njoh për të thënë se këtë herë është reale, se nuk është e përkohshme, se nuk do të iki kur të bëhet e vështirë. Marina mbylli syt, duke ndjerë rezistencat e fundit të shkrieshin. Kur i hapi përsëri, Ardiani po e vëzhgonte me një intensitet që e bëri të dridhej. Dhe nëse të tregoj se edhe unë kam frikë, rrëfeu ajo. Frikë se kjo është tepër reale, tepër intensive, tepër e komplikuar? Atëherë do të kemi frikë bashkë. Dhe do të jemi të guximshëm bashkë gjithashtu. Marina mori kontratën e shkruar me dorë dhe, duke e parë drejtë në sy, e grisi ngadalë. Marina. Nuk kemi nevojë për kontrata, Ardian. Kemi nevojë vetëm për besim. Dhe atëherë ajo u përkul mbi tavolinë dhe e puthi, pikërisht aty në mes të kafenes plot njerëz, me pemën e vogël të Krishtlindjeve mes tyre dhe zhurmën e qytetit si kolonë zanore. Ishte një puthje që tha gjithçka që fjalët nuk mund ta shprehnin, falje, shpresë, dashuri tmerrësisht reale. Kur u ndan, Ardiani mbështeti ballin në të sajin. Të dua, pëshpëriti ai, sikur po i provonte fjalët për herë të parë. Të dua në një mënyrë që nuk mund ta kontrolloj apo racionalizoj apo ta transformoj në strategji tregtare. Dhe kjo më tmerron dhe më bën të ndihem më i gjallë se kur më parë. Edhe unë të dua, u përgjigj Marina, zëri i saj i thyer nga emocioni. I dua madje edhe papërsosmëritë e tua, veçanërisht papërsosmëritë e tua. Ata dolën nga kafeneja bashk, Ardiani duke mbajtur pemën e vogël sikur të ishte thesari më i çmuar në bollë. Në rrugë, ai ndaloi dhe u kthye drejt saj. Marina, e di që kemi ende shumë për të zbuluar për njëri tjetrin. E di që do të jetë e komplikuar, që do të bëj gabime, që do të më duhet të mësoj si të dua dik me të vërtetë. Por ti a do të pranoje të provoje? Duke e ditur se mund të jetë një rëmuj? Marina buzëqeshi, duke kujtuar pyetjen që Marceli i kishte bërë për sigurinë e ndjenjave të saj. Tani e dinte përgjigjen. Ardian Kola, tha ajo, duke i marrë dorën e lirë, do të pranoja të provoja me ty edhe sikur të ishte e garantuar se do të ishte një rëmuj. Ata ecën nëpër rrugët e Tiranës, duke kaluar pranë dekorimeve të Krishtlindjeve dhe njerëzve të nxituar, duke mbajtur pemën e tyre të vogël të improvisuar dhe një dashuri që kishte gjithçka për të qenë aventura më e madhe e jetës së tyre. Nuk kishte garanci, nuk kishte kontrata që mund t'i mbronin nga pasiguritë e së ardhmes. Por për herë të parë, të dy ishin të gatshëm të pranonin rrezikun. Një vit më vonë, Marina u zgjua në shtëpinë që kishin bler bashkë në një lagje të qetë të Tiranës, jo një vilë, por një shtëpi të vërtet ku papërsosmëritë pranoheshin dhe cenueshmëritë festoheshin. Ardiani ishte në kuzhinë duke përgatitur kafe, dhe ajo mund ta dëgjonte duke kënduar një këngë me zë të ulët, diçka që kur nuk e kishte imagjinuar se ai do ta bënte. Barku 6 muajsh e bënte të lëvizte ngadalë, por ajo buzëqeshi kur pa pemën e vogël të Krishtlindjeve që e kishin shpëtuar nga ajo ditë në kafene, tani e rimbjell në një vazo më të madhe në dhomën e ndenjes. Pranë saj ishte një foto e bërë në fermën Kola Krishtlindjet e kaluara, një foto zyrtare e familjes, por këtë herë me Marinën të përfshirë, duke buzëqeshur sinqerisht pranë Ardianit. Zonja Elena ishte shfaqur në shtëpinë e tyre një javë më parë, duke sjellë një dhuratë të veçantë, portretin zyrtar të familjes Kola, me një hapësirë boshe që kishte ekzistuar për vite dhe që tani ishte e mbushur me një pikturë delikate të Marinës dhe Ardianit. Ishte sikur familja më në fund ishte bërë e plodh. Mirëmëngjes, dashuria ime, tha Ardiani kur ajo hyri në kuzhinë, duke e puthur butësisht para se të mbështeste dorën mbi barkun e saj. Si jeni ju të dy sot?
Në ankth për të takuar babin, u përgjigj Marina duke mbuluar dorën e tij me të sajën. Po ti? Si je? I tmerruar dhe i lumtur në pjesë të barabarta, pranoi Ardiani me një buzëqeshje. Pikërisht siç the ti se do të ishte kur vendosëm të mos përdornim më kontrata për të mbrojtur nga ndjenja. Marina qeshi, duke kujtuar të gjitha herët që Ardiani ishte përpjekur të aplikonte logjik biznesi në shtatzëni, duke krijuar orare për foshnjën dhe lista të detajuara përgatitjesh. I ishin dashur muaj që ai të kuptonte se disa nga gjërat më të mira në jetë thjesht nuk mund të kontrolloheshin apo planifikoheshin. E di çfarë është qesharake, tha ajo, duke e vëzhguar të përgatiste kafen pikërisht ashtu siç i pëlqente asaj. Kur nënshkrova atë kontratën e parë, mendova se po pranoja të shtiresha si e dashura jote për 3 ditë. Kur nuk e imagjinova se po nënshkruaja hyrjen time në jetën reale. Jeta reale është shumë më e mirë se çdo kontratë, ra dakord Ardiani, duke e tërhequr në një përqafim të kujdesshëm. Shumë më e frikshme, por pafundësisht më e mirë. Ndërsa pinin kafe së bashku në kuzhinën e ndriçuar nga dielli i mëngjesit, Marina mendoi se sa e çuditshme ishte që dashuria e vërtet kishte ardhur e maskuar si një transaksion tregtar. Por ndoshta ishte e përshtatshme që Ardian Kola, njeriu që kishte kaluar jetën duke përkthyer emocionet në gjuhë biznesi, më në fund kishte mësuar se disa ndjenja ishin shumë të mëdha për të hyrë në çdo kontratë. Historia që kishte filluar me një marrëveshje të ftohtë dhe llogaritse përfundonte aty ku gjithmonë duhej të kishte përfunduar, me 2 njerëz të papërsosur që kishin gjetur në papërsosmëritë e tyre plotësimin e përsosur, duke ndërtuar së bashku jo një skenim dashurie, por dashurinë reale dhe lavdishëm të komplikuar për të cilën ia vlente çdo rrezik.